Shiko, vdekje prurse vjen gjithmonë nga pasoja. Çdo gjë që ka element të tillë shpërthys mund të ketë pasoja edhe për jetën. Varet nga distanca në të cilën është hedhur, varet nga afërsia dhe forca shpërthyese, varet nga lënda shoqëruese e lëndës djegëse, ai fitili apo ai kallopi çfarë lloji është, dhe të gjitha këto janë ata që mund të jenë ndoshta edhe me efekte të tilla. Nuk mund të përcaktojmë dot janë vdekje prurse apo jo, por çdo lëndë që shpërthen, djeg, shkatron, dëmton, përsëri i ka të gjitha dëmet e shkaktuara, si nga djegjet e shkallës parë, shkallës 2, shkallës 3, humbja e shikimit, pra mund të ketë shumë faktorë, të cilët nuk mund ta masim, shqyrë që nuk kemi viktima, qoftë nga qytetarët, qoftë edhe nga forcat e sigurisë, dhe mirë është këto të shmangen, të gjenden forma tjera të protestës dhe jo këto forma të rrezikshme, të cilët sigurisht që krijojnë përveç panikut, krijojnë dhe dëme dhe krijojnë edhe fatalitete për i qytetarët apo për punonësit e policisë. Qartë. Zoti Softa, ka tejkalim kompetencash nga ana e policisë së shtetit gjatë protestës ditës së djeshme? Që policia e rendit, detyrën dhe misionin e saj e ka parandalimin. Çdo aktivitet artistik, politik, apo protesta, apo çfarëdo lloj protestash që të organizohen, është në detyrën e policisë që të ruajë vendin ku ato kanë marrë leje, të ruajë ambientin, krijojë klimën e përshtatshme që ajo të ketë një zhvillim normal, por njëkohësisht edhe në rastet ku ka tejkalim të masave apo të protestës, kur protesta del jashtë kontrollit dhe kthehet dhe bëhet e dhunshme, atjetër për shkallëzimi i përdorimit të forcës nga policia e shtetit është një e drejtë ligjore. Por ka apo jo tejkalime të kompetencave apo përdorim të tepruar të forcës ndaj saj, kjo duhet parë në rast pas rasti. Në cilat raste kemi tejkalim kompetencash, ushtrim të panevojshëm të proporcionalitetit, rritjes intensitetit të dhunës apo të forcës, nuk mund të themi dhunës, po mund të themi të forcës së policisë, atëherë këtu pastaj kemi ato që duhet analizohet dhe duhet të adresohet në rast se kemi e para shkelje disiplinore, nëse kemi shkelje të ligjit për policinë dhe nëse kemi tejkalime të detyrave të saj, të cilët mund të përbëjnë për element veçantë apo për strukturë veçantë mund të përbëjnë dhe vepër penale. Qartë. Zoti Softa, ju me drejt thoni duhet parë rast pas rasti. Në rastin e deputetit Nallbati, keni një koment, janë tejkaluar kompetencat e policisë? Shko, unë kam parë disa herë atë video transmetuar, shpeshherë në media sociale edhe e interpretuar, dhe po të shikojmë atë moment, numri i forcave të policisë nuk e di sa ishte, të paktën mendoj që ishte nga 5 që arrita t'i numëroj, jo më shumë se 10, pra kishim një numër të konsiderueshëm punojësish policia, dhe një person përballë që në media thuhet që është deputet i Parlamentit Shqiptar. Sigurisht që ka një ekspozim, një person i njohur publik, që ka një lloj imuniteti, nuk ishte në kushtet e flagrancës kur personi, po themi, kishte lënë të tilla që po hidhte ndaj tyre. Ai momenti i debatit midis tyre ndoshta ishte një dhunë verbale ose një debat verbal midis tyre. Dhe numri i forcave në raport me personi i cili nuk kishte mjete mbrojtëse, nuk kishte mjete të tjera të rrezikshme që mund të rrezikonte jetën e tyre, proporcionaliteti ishte i tepruar. Këtu në këtë rast kemi tejkalim të kompetencave ose tejkalim të forcës policisë të përdorur ndaj një personi, aq më tepër të një deputeti, i cili jo vetëm që ishte i pambrojtur, por veprimet e tij nuk kërcënonte dhe nuk rrezikonte forcat e sigurisë. Zoti Softa, faleminderit për ekspertizën, të uroj punë të mbar.